Ishte i baba. I kishte i sër fëmish. Edhe i thojnë mjekët, tash më nuk shpëto dot, ka vdekje. Ka arkoa me vdek, s'ke shans. Kuptimi është kjo i hadithit. Pra erdhi vdekja dhe profeti alayhis salam dhe e kuptoi. Edhe i mlodhi fëmit. Kishte shumë djem. Tha, çfarë babe keni pas? Qa do i thot fëmia babait? S'ka që i thot në qasit e vdekjes në veçanti. I tha, baba i mirë, i madh baba ke qenë. Tha, kur s'kam qenë i mirë. Gjinafe kam bo shumë. Shumë gjinafe kam bo. I nëzitushëm kështë qenë gjinafe kështë bo. Zot, pak njifte. S'kishte lexu, s'kishte studiu, ku krijuesin e gjithësisë nuk e kishte kuptu. Tha, s'kam qenë baba i mirë, drejt. Se në të qase s'dë vlen me gënjë mos e ike nga kjo botë. Po tha, dëgjoni këtu t'ju lej amanet madhe, mos ma thyni kur. I than, fol baba. Than, kur të vdes. I than, ato po, më digjni. Dhe hirin tim ndajni në 2 pjesë. Një pjesë i dhe një ndet, dhe një pjesë lejenin majën e malit që kur të fryrera e fort shpërndahet ajo. Se ndoshta Zoti i gjithësisë nuk më ringjall më. Tani, pse thash që se kjo është gabim i madh? Se Zoti është i gjithfuqishëm, Kurani i thot diçka e bëu ajo bëhet. Ky kaq kishte dituri. Pse thash? S'kishte lexuar, s'kishte studiu. E kishte njoh Zotin përgjithsisht kështu, ka i Zot. I thonë ato, ç'është ky amanet bab? Ç'është ky amanet i frikshëm? Amanet që rrallë herë shlon një historinë botërore. Ç'është kjo bab? Ç'a të shtyr ty të na lesh të amanetron? Tha, frika e madhe që kam ndaj Allahut. Kam frikë, tha, se po më ringjalli dhe i dalë përpara me marrë në llogari, nuk e di se çfarë dënimi të rënd do m'japi. Kishte dëgjuar për dënimin e Allahut, xhelle shanu e xhelle xhelalu. Dhe ai e thot në Kur'an, Nebi ibadi. Në Kur'an sura Hijr e thot ai madhnushmi Allah, tha Nebi ibadi. Tha Muhammed, informoj njerëzit e mi. Enni enel ghafurur rahim. Tha informoj drejt, qartë, bukur, drejt për drejti, që unë jam falës mëshirues i madh. Wa anna adhabi huwa al-adhabul shadid, adhabul alim. Tha thuaj dhe në të njëjtën kohë. Pra informoj, jam falës mëshirues i pafund. Informoj në të njëjtën kohë që me drejtsinë time kriminalët do i dënoj dënim dhëmshëm. Ky kishte bërë shumë gjinave dhe tha, kam frikë, më digjni, sepse më qofse më nxjerr para madhështisë vet, më dënoj me i dënim që ndoshta pak nga krijesat e tij ka dënuar. Edhe ato ja kryen amanetin, zguxon mos me ja kryen amanetin. Fakt kur lehet amanet që nuk është i sakt, nuk kryet, ato e kryen. E dogjën mbasi vdiq, dhe e lani pjesë sipër në mal, edhe i pjesë e hodhën det që të humte fare, erdhi era dhe e modhe, subhanallahu al-azim, atij që nuk i shpëton asgjë në krijimet e veta madhështore, i dha i madhi Allah tokës edhe detit dhe i doli përpara. Këtë e transmetim det Buhariu dhe Muslimi, është hadith i pa kontestueshëm, i pa diskutueshëm. Edhe i pyetje i boni i madhi Allah. Sot i gjithësisë i pyetje, jo 2. Tha, çfarë të shtyri ty të lesh i amanet aq të rënd? Tha, i madhi Zot me khafetuk. Tha, frika dënimit tënd. Thot profeti alayhis salam, thot Kurani, "Wa liman khafa maqama rabbi jannatan." Tha, kush i friksohet madhit Zot, 2 xhenete i ka. Pra friksohesh ndaj gjinovit, ndaj epsheve të këqija, ndaj pasiove, nuk i bën në emrin e të madhit Zot 2 xhenete i ke. Wa liman khafa maqama rabbi jannatan. Tha 2 xhenete i ka ai që i friksohet sundusit madhësi për nga respekti dhe madhështia që meriton ai. Nuk i bën gjinavet vetë se ka frikë respekt për atë. Tha profeti alayhis salam, tha çfarë shyri ty që e bëre këtë veprim? Tha frikë shumë kisha ndaj teje. Fatalaqahu bi rahmeti, thot profeti, e mori Zoti e përfshiu në rahmetin e tij të pafund, e çoi në xhenet. Pra edhe ky përfitoi. Me ja numru gjinave si ja numroj që do. Por në fund jetës u pendu. Frikë Zotin e kishte. E Zoti ja bëri këtë sebeb për ta çuar në xhenet.